O hoxha, më lejohet ta lej burrin, thot, sepse më ka dal pi shefi. Allahu të udhëzoft, lut Zotin e gjithësisë që të drejtoj. Kjo nuk është një arsye që gruaja apo burri të kërkojnë ndarje. Martesa nuk është gjithmonë fush me lule. Ndodh ndonjëherë njeriu mund të jetë i mërzit, mund të jetë i pikëlluar. Pra nuk është gjithmonë fush me lule. Dhe dua të kujtoj me një hadith profetit alayhis salam, që kuptohet prej tij se çdo grua e cila kërkon ndarjen nga bashkëshorti pa ndonjë shkak për arsye, nuk e ndjen erën e xhenetit. Zoti na ruaj. Dhe pra shkaku që ti ke përmend nuk është një arsye pra që të shkatrosh familjen. Para se të martohesh, a pyet e mendje, ku i kishe mend? Njaj është burri. Para se të martohesh me të, pra të pëlqeu, u martove. Ndërsa tani, kjo nuk është një arsye për të kërkuar ndarje. Prandaj reflekto, përkushtohu familjes, lutë Allahun e lartësuar që ta shtoj dashurinë midis jush dhe Zoti të udhëzoft.